Territori i Kosovës për datën 16 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht me reshje shiu dhe vranësira gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë me reshje të her pas hershme shiu, ndërsa pasditja sjell reshje më të shpërndara dhe më të freskët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 15 gradë Celsius, Skënderaj 8 deri në 14 gradë Celsius, Pej 6 deri në 14 gradë Celsius, Prishtinë 8 deri në 15 gradë Celsius, Gjakov 9 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 9 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 6 deri në 15 gradë Celsius, Ferizaj 10 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 6 deri në 14 gradë Celsius, Suharek 9 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 8 deri në 14 gradë Celsius.